1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bastet janë ndaluar me ligj, por parashikimet nuk i ndalojmë dot. Kush do të fitojë festivalin e këngës në radio televizion 64? Kush artist apo artiste dhe cila këngë do na çojë në Eurovision duke shpresuar një vend edhe më të mirë, edhe pse ishte shumë i mirë i Shkodra elektronike. Mirë, ka pak minuta që janë shpallur lista e këngëtarëve të cilët do të prekin këtë skenë të madhe. Siglën do ta risjellim për një emision modest, shumë modeste. Kemi emra si Giti, Kimi, Saviana, Frex, Sihana, por edhe Tifi, Vedati, Engji, Shela, Kamela, Lorenz, Rezarta dhe shumë emra big në listën e madhe të festivalit 64. Mirë pra, tani le të komentojmë bashkë dhe pse jo të bëjmë një parashikim se kush mund të jetë fituesja në këtë festival. Gara do të jetë shumë e nxehtë, por të mos harrojmë se kemi emra shumë të njohur, emra të promovuar, por njëkohësisht kemi edhe një band sepse gjithmonë artistët e ri, unë kam shumë eksperiencë ka festivale të ndryshme, të rinë me njëri tjetrin, kjo dihet. Të mëdhenj të rinë gjithmonë bashk, të rinjt mblidhen me njëri tjetrin, pa ndaj po i quaj me shaka band, emra shtërinj, por emra që vinë jo vetëm nga Shqipëria, por emra që kanë provuar fatin e tyre edhe në Angli, në Amerikë, në Itali, në vende të huaja ku vërtet i askushi, dhe duhet shumë guxim për të shkuar, për të kapur dhe për të tentuar atje që të bëhesh fitimtar dhe të bëhesh një emër i madh. Pritjesi ka ardhur fundi dhe sot zbulohen emrat e këngëtarëve pjesëmarrës të festivalin e fundvitit. Komisioni përzgjedhës i festivalit të 64 të këngës të radio televizion me drejtore artistike Elhajda Dani, edhe Elhajda ishte një artiste e re kur shkoi në Itali dhe fitoi The Voice, ta kujtojmë këtë para shumë vitesh. Kanë shpallur pra të gjithë bashk zyrtarisht listën e artistëve që do ngjiten në skenën magjike të këtij edicioni. Këtë vit janë përzgjedhur 28 artistë. Gara do të jetë mes 28 artistëve, ku spikasin, siç thash, emra shumë të njohur. Kemi rikthime mes emrave të njohur që do të hypin në skenë dhe do të tentojnë fatin e tyre për të shkuar dhe të promovuar edhe kënga pas fat për të shkuar deri në Eurovision, por surpriza do të kemi shumë edhe nga të rinjt. Po, të rinjt dhe me zi po presi do gjej këngët e tyre. Por para se të shkojë te të rinjt, le të flasim për emrat të cilët ne i njohim mirë. Mes emrave që do garojnë këtë vit është dhe këngëtarja shumë e dashur nga Kosova, Fifi, e cila këtë edicion do të vi në duet